Kastrati, futbollisti i minjor i Vllaznisë së Shkodrës në kategorinë superiore, ishte prezent në këtë turne kaq interesant të moshave për fesën pavarësisë së bashku me disa kolegë nga ekipi i parë. Po, kjo është hera e parë edhe me të vërtetë më pëlqej aktiviteti edhe më pëlqej gjaja që i keni mbledh gjithë ekipën nga gjithë rojet shqiptare, që është një aktivitet shumë i mirë edhe kisha pas qef me ndodhë ma shpesh, se na bashkon neve gjithë shqiptarët Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, gjithë shqiptarët. Është flamur i kuqëzi që ju keni në sfond pas pinës tuaj që i mbledh gjithë ekipe në mënyrë tradicionale, pra Shkodra Sport Event me drejtues si Jetmir Podgorica bën të mundur gjithë përfshirjen e këtyre rajoneve. Po, kjo gjaja më e mirë është që është në një ditë speciale, në një ditë veçantë, për 28 nëntor që ishte dje, kështu që jam shumë i lumtur që isha pjesë e këtij aktivitetit. Ma sa pat mendoni që ky brez ka perspektivën e duhur, ka elemente në të ardhmen do t'ju zëvendëson ju në fushën e lojës. Inshallah na zëvendëson, por shumë herët me fol, po me të vërtetë kishte disa lojtarë shumë të mirë, talenta shumë të mirë, kështu që inshallah i ndjekin ëndrat e tyre edhe se jo edhe një ditë luajnë me Vllazninë edhe me klube edhe jashtë Shqipërisë. Veçantë e këtij turneu ishte edhe fakti se një ekip nga Kosova, Kika, ishte pjesëmarrëse në ndërtimin e vajit tuaj, Mërgimit, i cili ka zgjedhur rrugën e trajnerit. Ju e ndoqët nga afër, patet emocione. Po, normal. Ishte aktiviteti i parë që pash vllaun me një turnere dhe ishte një ndjenjë shumë e mirë, kështu që i dëshiroj shumë suksese. Ka xhelozi mes dy vëllezërve, Bekimi në fushën e lojës dhe Mërgimi si trajner? Jo. Është me sukseshëm. Nuk ka asnjë lloj xhelozie. Po natyrisht bashkëpunimi është, sepse futbolli ju bashkon. Normal, ja i përcjell gjitha ndeshjet e Vllaznisë edhe na jep këshilla mu personalisht për lojë që i bëj, kështu që unë veç i dëshiroj suksese. Respekte për vëllezërit e Bekim dhe Mërgim Kastrati, të cilët po kontribuojnë për futbollin kosovar, por edhe për futbollin e Vllaznisë, siç është rasti juaj.